Në fund të viteve të 60-ta, kur arti i baletit ishte ende një ëndër e largët për skenën e Kosovës, një grup i vogël të rish u përzgjodhen nga qytete të ndryshme për të dërguar në shkollën e mesme të baletit në Shkup. Aty, pas 4 vitesh punë të palodhur, u formua gjenerata e parë e balerinëve profesionistë. Në këtë grup të parë të përzgjedhurish, të cilët po bënin historinë e baletit Kosovës ishin Shqipe Hoxha, Salajdin Kice, Esma Molla, Jonus Beqiri, Rustem Selca, Rustem Meta, Shaban Shabaj, Nejib Veliu, Hysen Podrim Qaku, Elez Nikçi, Isa Bajraktari, Gani Loshi, Skënder Dimniku, Gani Shala, Rustem Bajrami, Enver Berisha, Zana Tafarshiku, Kumrije Hoxha, Ahmed Brahimaj dhe Marcel Çollaku. Ky i fundit ishte djaloshi nga Prizreni, që do të ndiqte pasionin e tij dhe gjithë jetën do t'ja kushtonte artit të vallëzimit. I lindur në një familje adhetare përparimtare të Prizrenit, nga prindrit Shtjefën e Elizabeta Çollaku. Babai mësues vizatimi, e mamaja rroba qepse me shkollë të kryer në Novi Pazar. Në fillim, pasioni i tij nuk lidhej me baletin. Që fëmijë, ai e kishte gjetur skenën e tij në vallet popullore, aty ku edhe lindi dashuria për lëvizjen, muzikën dhe artin në përgjithësi. Qysh se 7 vjeçar kom fillu, duke ju falenderuar Nedime Kabashit, mësuesës time, e shumë profesorëve tjerë, Skender Kryezi, për dramë, sepse ka qenë një shkollë. Mladen Ugarović në atë kohë u thirr ajo, tash lidhja Prizrenit, e gjeneratat e kësaj shkolle kanë qenë me vërtet shumë të fryqme. Rrëfimi i motrës së tij, Joana Qeta, na jep një pasqyrë të afërt mbi fillimet dhe pasionin e vllait të saj për baletin. Si fëmijë, ai të them tash i lastua se ishte fëmiu i vogël i familjes, dhe babai im ka vallëzuar mirë me nënën, mirë po edhe ai ka pas talent shumë për vallëzim. Qysh në shkollën fillore, me mësuesën Nedime Kabashin, ajo e ka mësuar për të vallëzuar shotën në atë kohë, me Valdete Kryeziun na ka bërë gjithmonë krenar, çdo herë. Një mikeshe vjetër e familjes, Vitore Kaçinari, kujton artin e babait të Marcelit, zotit Shtjefën Çollakut. Baba i Marcelit ka qenë një talent i jashtëzakonshëm. Ai ka punu për këtë Kosovën, ka qindis. Marceli është një talent, një burr 300 dirham. Veç familja Marcelit ka qenë një familje përparueshme në atë mënyrën e jonë. Ata janë konë të organizum me këndues bashkut, me gruen, me familjen. Në fund të viteve të 60-ta pra, në Kosovë nisi të frynte një erë e re shprese. Ishte një kohë kur arti po gjente hapësirat e para për të zhvilluar, dhe ëndrat e disa të rive do të merrnin drejtim të ri. Marcel Çollaku, siç u tha, që deri atëherë njihte vetëm ritmet e folklorit, do të përballej me një mundësi që do t'ja ndryshonte jetën. Vitet 68-a, protestave të studentëve për lirinë që ka fillu në Kret, rruzullin toksor në vitet 68-a. Kjo na ka dhënë një mundësi që Kosova mos të jetë një vend i mbyllur, duke ju falenderuar edhe politikanëve të kohës, edhe ata kanë arrit ta bëjnë një balet si bazë e kulturës kosovare. Na kemi pas një priori, ta kemi zonjë sikur se është Tatjana Petkovska, që mandej e kom vërtetua se ajo ishte me origjinë rumune. Edhe pse familja Marcelit ishte edukuar dhe me mendësi përparimtare, mentaliteti i kohës përcaktonte kufi të qartë për meshkujt.
Për Marcelin, baleti nuk ishte thjesht një pasion, ishte një hap në një botë të panjohur, kur çdo lëvizje, çdo pozë mund të interpretohej gabimisht. Dhe amaneti i babës tim dhe i vllau tim më ka thonë si kjo, ti mundesh me shku në balet më marë, vetëm zgudzon as pak për mu dredhazu si një femër. Më falni, kjo sot kemi arë në botën moderne, ku të drejtat janë aktivizu, mirë po ne nuk e kemi pas atë kulturë të dredhzohem, të bëjmë si femra, ta imitojmë gruan, sepse baleti është edhe një art për mashkuj. Se kemi pas mashkuj të fort, po nuk e kemi pas kulturën fillestare për këtë art, që na ka mungu edhe na mungon ende. I ndodhur përballë kësaj kërkese a amaneti, Marceli punoi shumë që të fitonte besimin e babait e të vllait dhe ta shndronte atë në motiv për të hapur rrugën e tij. Pas përfundimit të shkollës së mesme të baletit në Shkup, Marcel Çollaku nuk u ndal. Ëndrat e tij ishin të mëdha për te mundësive që ofronte vendi i tij Kosova. Natyrisht, kishte edhe dilema, por ai ato po i analizonte me kujdes e seriozitet. Ne e krym ato në qershor, e shtatori, tetori, vyke për me mendu për armonin time. Une shkova mas pari në Zagreb për ta psikologjin industriale. Mirë po, kam mendu nëse nuk pranohem në Fransë ose në Londër, ti bashkagjitam kësaj dege në Zagreb. Vajta në Paris. Kur shkova në Paris, unë e kom pas një djalë të migjes atje, ai kom thot, Marcel, pse shkon në Londër? Po i thash, unë e kom mësu anglishtën perfekt për me shku për Londër. Ri këtu, ti e ki emnin Marcel, ki me pas shumë priori këtu për emën edhe. Edhe pse talenti i tij ishte i dukshëm, rruga drejt realizimit të ëndrrës nuk ishte e lehtë. Një pengesë e madhe qëndronte tek bursa dhe politikat e kushtet e kohës, kujton sot Çollaku. Edhe për Paris, kam qenë me dy dilema, sepse na nuk kemi shku si profesional të shkollës së mesme, sepse na ka munguar shkolla e ulët. Fillimi, baza, dhe kam qenë me folklor, po, i lëvishëm, po, mirë po prapë se prapë, 1,72 m nalësia ime nuk ma ka dhonë një mundësi që të jem një star, më falni, në botën, se duhet me ja pranu vetë vetës. Tashmë ishte i vendosur për vokacionin e jetës së tij. Mori pjesë në një audicion dhe ky ishte momenti vendimtar. Marceli tregoi talentin e tij në baletin modern dhe fitoi bursën që do ta çonte drejt realizimit të ëndrrës. Konkurova me një muzikë moderne, Led Zeppelin. Okay. Në Paris filloi një kapitull i ri, studimi në Akademinë e Baletit Modern. Këto vite në Paris nuk ishin thjesht një specializim. Ishte koha kur Marceli mësoi të shihte skenën me sy tjetër, të thyente rregullat klasike dhe t'u jepte liri lëvizjeve trupore. Baleti modern më ka pëlqyer se çdo herë kom pas qef të jem jashtë teknikës klasike. Për arsye që kom pas qef mi dhon një demokraci lëvizjeve. Gjatë specializimit, Marceli nuk e kufizoi talentin e tij tek një segment baleti, tek një zhanër baleti. Ai eksploroi forma të ndryshme arti dhe lëvizjeje, duke shtrirë horizontet e tij artistike përtej kufive të zakonshëm. Gjatë vitit të tretë specializimit kom punu me Folies Bergère, me Moulin Rouge, me kabaretët, sepse aty e shisha një harmoni shumë atë bukur. Kam qenë profesor pastaj i belly dansit, profesor i striptizit, kom shku deri në Las Vegas, me dhonë striptiz me mësu, e kom edhe këtë artë, se edhe kur kom lujtë shotën, edhe unë jom dredh pak.
Këto eksperienca të ndryshme e formuan Marcelin si artist të kompletuar. Ai nuk pranoi kufizime dhe nuk friksohej të eksperimentonte çdo formë të lëvizjes, duke e bërë baletin modern një mjet për të shprehur lirinë dhe individualitetin e tij. Pas përfundimit të specializimit, jo vetëm babai e vllai i tij, të cilëve u kishte bërë një premtim, por edhe shumë të tjerë do të prisnin që Marcel Çollaku të kthehej menjëherë për të dhënë kontributin e tij në Kosovë. Por rruga nuk ishte aq e thjeshtë. Përballë tij qëndronte një realitet jo fort i favorshëm, si mungesa e përkrahjes dhe një sistemi që nuk kishte njohuri ende për baletin modern. I kom premtua se do të kthehem në Kosovë dhe do t'i kërkoj kushtet me njerëz të kulturuar. Unë kam qenë i pari që e kom studiuar baletin modern në tërë Evropën jugore, prej Vienës e prej Marsejt deri në Athinën e Jugut. Dhe erdha me kërku bursin këtu. Po. Bursin ma kanë pranu pa kur far problemi. Po. Do më thonë, Kosova ju dha burs. Kthyva në Kosovë, i kërkova kushtet e mia. Kërkosha ta kem një banesë, një apartman për të gjithë me pas, për mu la, baleti duhet me qenë me një standard të lartë për të gjithë ata që punojnë teatr. Mirë po, ai më tha Marcel, baleti modern nuk kanë me na dhonë drejtën për me bo këtu në Kosovë, sepse në atë kohë asnjë republik nuk e ka pas. Edhe pse sfidat ishin të mëdha dhe institucionet e kohës nuk e mbështesnin baletin modern, Marceli nuk e humbi shpresën e as besimin. Ai insistonte që të kthehej në vendlindje, por me krijimin e kushteve të domosdoshme. Sikur se babës i thash, bab, ti ma dha bekimin për me shku për me studiu, mu largu nga shtëpia, se zoj dera ujë është edhe për mashkuj kur del prej pragut. Ne nashta nuk e kemi kulturën për me mu vanur të shtëpisë, ende nuk e kemi këtë kulturë fatkeqësisht, ju thonë ato. Mirë po dhe nuk e kemi kulturën ende për mu nda nga prindët. Mirë po i thash babës, bab, unë e erdha në Kosovë, ama jep ti mu bekimin. Në atë kohë, baleti modern nuk ka qenë një balet i respektuar shumë, sepse këta kanë qenë si mafioz. Opera, to çfaqet si shkupi që ka si këta, edhe unë e kom pa vetën që s'ko marrëdhënie me këtë shtet. Dhe kështu, ai u detyrua, thënë kushtimisht, që të marrë rrugë sërish drejt Parisit, qytetit të dritave të dashurisë, dhe një prej kryeqyteteve botërore të artit. Aty e priste një kapitull i ri. Për Marcelin, momenti i parë në një skenë serioze nuk ishte vetëm një provë artistike, por edhe një test i karakterit dhe integritetit të tij. Momentin e parë të Francës ka qenë në një katedrale transformuar në teatr në Rouen. Rouen është një ndër qytetet të Normandisë shumë i pasur me katedrala. Unë e kërkoj ndoshta pallatin e operës. Mirë po mu nuk më pengon të bëj një koreografi të baletit edhe në xhami, edhe në kish. Nëse ajo shtëpia e Zotit, ajo duhet me qenë mas pari shtëpia e kulturës kombëtare. Suksesi paraqitjes ishte i menjëhershëm, por vlera morale e punës së Marcelit ishte gjithmonë mbi çdo shpërblim material. Kjo përvojë e hershme në skenën franceze tregoi jo vetëm talentin e Marcelit, por edhe ndershmërinë dhe vizionin e tij për artin, për kulturën dhe për familjen. Pas përvojave ndërkombëtare dhe sfidave në Kosovë, Marceli u vendos mirë në Paris, ku talenti i tij dhe puna e palodhur gjetën vlerësimin e merituar. Menjëherë më kanë dhonën venin e direktorit, proprieterja e Foli Bergjes, ku ja kom dhonë do koreografia si student, që në atë kohë studentët nuk kanë pas drejt të punojnë. Ka qenë një punë në të zezë, mirë po kom kontribu shumë për
me koreografin e tyre për balet. Ky hap i Marselit shënoi fillimin e një karriere të jashtëzakonshme për kohën, ku talenti dhe pasioni i tij për baletin modern do të shtriheshin në botën e madhe dhe do t'i hapnin rrugë brezave të ardhshëm. Punë shumë, sfida gjithashtu, por Marcel Çollaku nuk u ndal. Talentin e tij e shpërfaqi kudo ku shkoi, duke u bërë një koreograf i kërkuar dhe me vizion. Zoja parë, ajo ka qenë balerin akrobatike, edhe ka kryer, edhe në pension ka dalë si profesor e baletit në Marseille ka qenë. Nuk ju kam largu kur njëherë artit të baletit. Kam shku në Amerikë për me studiu folklorin në privatisht, lojnat e tyre në Amerikën Latine, sepse ata janë të përzim me aziatik edhe me europian. Europian do më thonë ma tepër nga Spanja. Kam shku në Spanjë me lojnat karaktere që i kanë ata. Ju thash në fillim se baleti është, rënjët e baletit janë nga lëvizje trupore të lojnave. Andaj edhe ai që nuk i njeh pak, duhet ta njohim edhe kulturën. Eksperiencat e tij tashmë nuk kishin kufi. Ai hulumtoi lëvizjet e kulturave të ndryshme, folklorin, duke e pasuruar veten dhe artin e tij. Mirish kulturën e lindjes une e kom njoftu nga profesorët e mi. Edhe kaza gjokin e luj, s'ka problem. Edhe lojnat ruse, poloneze. Nga rrënjë shqiptare, përmes eksperiencave ndërkombëtare dhe pasionit të pashuar, Marcel Çollaku ndërtoi një karrierë të pasur për kohën si koreograf dhe edukator i baletit modern, duke lënë gjurmë që do të zgjasnin për breza të tërë. Para 76-s më kanë ofru edhe në Juilliard School të New Yorkut me qenë si profesor. Dhe ju në nuk Frankfurt, ja. Nuk e pranuat. Me Paris nuk jap me Francë. Franca është qendra e kulturës. Kur erdhën socialistët, presidenti François Mitterrand, erdhi edhe ministri i kulturës, Jacques Lang, i cili me të vërtet na sodhi një liri të posaçëm. Unë kur kam qenë në Kanada në vitin 1975, i kom pa ma shumë se 20 emisione televizive franceze në Francë, vetëm 3 emisione. Edhe ato, ju tregoj të vërtetën, të gjitha të dominuar nga religionit, të kontrolluar nga religioni. Unë nuk i kom dashur të punë se kur kom shku atje, ta dini, na ndoshta kemi pas një rrym komunizme, mirë po, e kemi pas një jetë shumë të bukur. E kemi pas një horizont shumë të aftë, edhe në pikpamjet muzikës, sepse kemi fitu edhe në Londër, Kantium Contorum e ka pas venin e parë, me ato pombon zemra tiketak. Po, është e vërtet. Franca, respektivisht Parisi, nuk ishte thjesht një stacion në karrierën e Marselit. Ishte vendi ku talenti i tij u zhvillua, ku vizioni i tij për baletin modern u konkretizua dhe ku ai mund të eksploronte artin e lëvizjes pa kufizime. Edhe fillova jetën e kabaretit. Me njëherë ma kanë dhonën venin e drejtorit. Kam lujt me gruan time, bilëm, ajo është pak e smu e para, për ne kontaktet i kemi gjithë. Kabareti dhanë mundësinë Marselit të shfaq talentin e tij në forma të reja, të krijojë dhe të bashkëpunojë me artistë të ndryshëm, mes tyre edhe me gruan e tij të parë, një ndër balerinat më të mira të kohës. Për Marselin, kabareja nuk ishte thjesht argëtim, ishte një jetë e përkushtuar ndaj artit, kreativitetit dhe menaxhimit. 42 vjetë zonjë, Në kabaret. drejtor i kabaretit, i përgjithshëm, prej dekorit, prej mësimit, prej tyme, edhe ka qenë një jetë shumë e fryqshme. Nga baleti modern deri te kabaret dhe drejtimi i tyre, Marcel Çollaku ndërtoi një karrierë të pasur, duke lënë gjurmë që nuk shlyhen.
Gjatë gjithë karrierës së tij jashtë vendlindjes, Marcel Çollaku nuk harroi rrënjët e tij shqiptare. Dera e tij ishte gjithmonë e hapur për ata që kërkonin të mësonin dhe të zhvilloheshin në artin e baletit dhe jo vetëm. Te unë ka qenë dera e hapur. E kom pasën Enver Berishën. E pathirë pedagogja e Çekoslovakisë që na ka dhënë mësim, e kanë marrë Split, edhe prej Splitit vjen të unë Francë. Zoti mi pa dhonë një 10 banesa në atë kohë, thash që Enver një banes, ja bona një koreografi me një ruse. Shumë koreografi të bukur. Na i thëshim në atë kohë danse erotik. Sot ajo dhe opera tash ka fillu të Po, kullat. është Për në atë kohë ka pas... Ishte guxim. Guxim, po. Edhe shumë i ka shku mirë. Ajo mandej, prej asaj ruses, e njoftova me një vajzë tjetër, edhe ajo shumë e bukur, me to ja dhash një koreografi tjetër. Dëshmia e Enver Berishës tregon një lidhje të hershme dhe të ngushtë miqësore me Marcelin, në veçanti si bashkëpunëtor edhe në baletin modern. Po kur kom shku në Paris, aja më ka animu shumë atje. Po krejt, me punë, mas pari edhe me gjithë çka më ka animu. Mentally, physically, he was way ahead of the time he was living. Po kon përpara kohë, Po, prej që e kon avantgard. I but, shumë i kujdesin. E bom një koreografi të vogël moderne, që atëherë në Jugosllavis, s'pojshim as me po përgjohë, se o konë, që se kanë pas politikën atëherë, ajo konë shumë erotik për Jugoslavi më doket. Po, unë e Marcel jem konë, edhe hala jemi si të më konë vllazën. përmes fjalëve të Enverit kuptohet jo vetëm angazhimi i Marcelit për baletin, por edhe aftësia e tij për të ndihmuar dhe udhëhequr të rinjt, duke lënë gjurmë të paharrueshme tek ata që punuan dhe jetuan pranë tij. Rustem sjellsam pa ardhë me mpa, edhe i kom thonë Rustemit, Rustem, da që halë këtu, me njëre ki venin. Dash me lujt balet të bëj koreografin e parë dhe mandej të qoj në operat balet. Ai shkoj në Gjermani, u dashuru me një Gjermane. E kom pas John Gjevelekën, ai më ka ardhen në atë kohë, s'po ju kallzoj krejt historinë, ai ka qenë një zotni i madh. Në kryeqendrën e Francës, në Paris, midis kishave dhe parqeve të njohura, lindën miqësi që shkojnë përtej kohës dhe hapësirës. Takimi i Gjonit me Marcel Çollakun nuk ishte vetëm një takim mes dy njerëzve të njëjtës anë, por një lidhje që pasqyron dashurinë për artin, për kulturën dhe për njerëzit. Në shtatorën e vitit 1983, duke i falendëruar qeverisë franceze, përgatitesha të udhtoja në Paris në specializim të kompozimit të profesor Jacques Castred dhe muzikën e filmit të profesori Laurent Petit-Girard. Familja ime e njefte shumë mirë familjen e Marcel Çollaku. Prandaj biseduam për një takim miqësor në qytetin e Parisit. U takuam me kënaqësi të madhe në parkun e Bazilikës Zemra e Shenjtë në Montmartre. Takimi me Marcel Çollakun ishte shumë miqësor e me shumë respekt më njoftoi me institucionet arsimore e kulturore dhe bukuritë e shumta të qytetit të Parisit. Që nga ky takim i parë, u duk qartë se Marceli nuk ishte vetëm artist, por edhe një mik i përkushtuar. Vlerat e tij, altruizmi, gatishmëria për të ndihmuar dhe respektuar të tjerët, dolen me njëherë në pa. Takimet tona miqësore ishin shumë të rëndësishme në shumë manifestime kulturore. Në këto takime, vrejta një vjeti shumë pozitiv të Marcelit, i cili bën të çmos që të jetë në shërbim të gjithëve që kishin nevojë
për përvojën dhe bamirësinë e tij. Kjo është figura e një njeriu që jeton për artin dhe për njerëzit, i hapur, bujar dhe i përkushtuar. Takimet e tij me Gjonin dhe të tjerët tregon se ndikimi i Marselit shtrihet përtej baletit dhe muzikës. Zotni Mil Kaçinarin, vllaun e Gjergj Kaçinarit, ai flutën e ka me Venerën. Po. Kajtazi. Edhe ato Venera s'ka pas nevojë, ajo ka. Po. Ky Mile pa dashur dhe pa ta marrë disgjoke me punu. Mandej kom pas edhe një shoqe nga Shqipëria. Asaj kemi pas ndihmuar atë kohë, ajo ka studiuar drejtësinë internacionale dhe ka diplomu në Sorbonne, mirë po s'ka dashur më kthy në Shqipëri. Është martu me një francez, i ka 2 fëmijë tash, ka jetën shumë të mirë. Pra, Marseli u dallua jo vetëm në skenë, por edhe në mënyrën se si ai mundi të hapte dyert për shqiptarët, duke u dhënë mundësi të mësonin, të rriteshin dhe të gjenin rrugën e tyre në botën e artit. Por jeta e tij nuk kaloi pa sfida. Në vitin 1985, një aksident me veturë në Nova Gradisht e detyroi ta lërë përkohësisht skenën e baletit. Në këtë aksident pësoi rënd edhe gruaja e tij, e cila edhe sot vazhdon t'i vuaj pasojat. Kam qenë lënduar, unë jam edhe handicap, mirë po, kam qenë i operuam nga më të mirët hirurgët e Francës në Spitalin Amerikan të Parizit. 85-ën kur e pata këtë aksident, unë e kom lënë edhe lojën, edhe mirë po jo marrë me baletin. Unë ju thash që deri 82-shën baleti modern nuk ka qenën. Edhe kabaretet, mirë po Foli Bergere, këto kanë qenë të njohura. Unë kom pas 2 kabarete që mi ka thonë kjo proprieterja e Foli Bergerit, o kon një e kanë thirë New Moon është hana e re, edhe kom qenë në vitet 76, një ndër të parët që kom bo koreografin vetëm për mashkuj, e nel vetëm për gra. Marcel Çollaku ka lënë gjurmë të forta si artist, koreograf dhe njeri i përkushtuar ndaj familjes e vlerave të trashëgimisë kulturore. Zoti ma ka dhonë për me pas një vajzë, ma ka bo një nip, edhe një mes, edhe ajo është pasuria më e madhe. Po, natyrisht. Nipi edhe gitarës, edhe ato, ka një vesh shumë të bukur për muzikë. Mesa nuk e dija, ka mi qenë për muzikë apo jo. Marcel Çollaku nuk harroi kurrë vendlindjen, në veçanti baletin e Kosovës. Për të, baleti i Kosovës ka potencial të madh, por ka nevojë për kushtet dhe lirinë që meriton. Sot baleti i Kosovës i vyn vetëm një liri më e madhe. Mirë po kur një shtet nuk mundet pa e pas një shkollë të ulët pranë shkollës së baletit, ajo e lidhur me muzikë, se një balerin, ai nuk mund mi pas 4 instrumenta, i bon prej qefit edhe krejt orkestrin. Mirë po piano është me solfesh, është baza e baletit gjithashtu sepse është e veshit. Edhe aty dalin gjeneratat e reja. Prej baletit dalin 2-3, ma shumë jo prej shkollës, ta dini ato. Nëse mungojnë, na duhet me ja u dhon mundësin për me lyp. Prej shteteve që kemi, tash me këtë lirin, po mundëm edhe prej Amerikës mi thirë, pse jo? Një balerin, Moulin Rouge i merë balerinat më të mira botnore për mi futën program. Por për ta bërë këtë të mundur, nevojiten fonde dhe një vizion institucional, thot Çollaku. Moulin Rouge nuk e ka fondin e një shtetit zonë, ju lutam. Unë nuk du me i kritikumi. Duhet mu qelen, do më thonë, shkolla e mesme e baletit, e hapur së bashku me shkollën e ulët, vetëm për balet. E dyta, kur të kryet shkolla e mesme e baletit, duhet mu bo opera, pa oper ju s'keni ardhmëni, as për opera, as për balet. Edhe kur gjendet larga dheu të tij,
Marcel Çollaku mbetet I lidhur me zhvillimin e baletit në Kosovë. Ai nuk I kursen kritikat, por gjithmonë ka një vizion për të ardhmen. Unë konsideroj që jemi në rrugë të mbar, ndërkaq Marcel Çollaku mendon ndryshe. Ma çfarë rrugë të mbare? A din prej kurit janë temelet të bona. Kjo është çeshmëri. S'ka njeri me kulturë që mund me thonë në politikë që na kemi bu për baletin. Jo, se sot është ende mungesa e baletit për me pasën, ai nuk e ka teatrin si duhet. Edhe balerinëve duhet me udhonën banesat, këta që janë barë në teatr. Kushte, një, e dyta, jo vetëm kushtet e baletit, po duhet me udhonën edhe mundësin e pensionimit. Ai mas 35 vjet me femra mo nuk ka për kur qësan. Do më thonë, duhet me angazhu ato për kulturën e baletit, me bo komisione, më falni, çdo shkollë që qelë duhet mu qelë, sepse I shkatrojmë fëmijët nëse nuk e kemi një pedagog të mirë, për me mujtën, për me mjadhonën. Mes kritikës dhe sfidave, Marceli mbetet I vendosur. E ardhmja e baletit Kosovës duhet të ndërtohet mbi baza solide, arsim të mirëfillt, përkujdesje për artistët dhe vizion profesional. Se sfidat e baletit në Kosovë janë të mëdha dhe shkojnë përtej projekteve të një artisti, shpjegon vetë drejtori I baletit kombëtar Sinan Kajtazi. Ne vazhdojmë të kemi këto degë të baletit në kuadër shkollave të muzikës. Kam kërkuar dhe vazhdoj të kërkoj që të themelohet shkolla kombëtare e baletit, ashtu siç duhet jetë. Për fat keq deri tash nuk kemi ndonjë lëvizje konkrete në këtë drejtim. Për fat keq vazhdojmë të kemi probleme me kuadrët të reja të balerinëve. Në ndërtimin e portretit të Marcel Çollakut, një zë me peshë është edhe ky I zotit Kajtazi. Konsideroj se zotrin Marcel Çollaku, së bashku me gjeneratën e parë të balerinëve të Kosovës, të cilët janë shkolluar në qytetin e Shkupit nga vitin 1968 deri në vitin 1972, kanë vënë themelet e krijimit të baletit në vendin tonë. Unë personalisht, Axhel Marcel, e kam njoh nga larg përmes kolegëve të baletit, do thotë profesorëve tanë të baletit. Dhe më pas, dikur në vitin 2009, kam pas mundësi ta takoj edhe personalisht nga vizita e tij në Baletin Kombëtar të Kosovës, në teatrin kombëtar, dhe që prej atëherë unë kam një lidhje jashtëzakonisht fort me të, sepse është një njeri i jashtëzakonshëm, një dashamir I punës sonë si Balet Kombëtar I Kosovës, mirë po edhe gëzoj me të një miqësi e cila më ka mësuar shumë edhe për shkak të natyrës dhe përkushtimit, qoftë ndaj profesionit, qoftë ndaj familjes të Axhel Marcel. Konsideroj veten me fat që kam pas rastin ta njoh dhe jam tejet vlerësues ndaj miqësisë së përbashkët që kemi. Për të rinjtë që ndrojnë të bëhen balerin, Marcel Çollaku ka një këshill të qartë, të bazuar në përvojën e tij. Këshilla më e mirë është ai nëse nuk e ka një prosper të jetës, nëse nuk I afroni atij mundësinë që ai me përfundu edhe profesionin si një zotri, si një pasur, më falni, dhe ajo duhet me dhonë pasuri. Ju lutem, ne jemi shtet, na pa oper, I kemi, a dini sa këngëtar I kemi të njohshëm në tërë këtë botë. Nën edhe për me bo konservatorin, në Prishtinë jemi taft me dhonë mësim. Unë jo më jaftë për me dhonë baletin modern, si specializim dikuj. Marcel Çollaku vetë nuk ka ndaluar kurse ndërruari. Një nga projektet më ambicioze të tij ishte dhe mbetet një balet modern mbi Skënderbeun, e mbushur me emocion, kulturë dhe histori kombëtare. Zotni Sinani më tha që nuk ka kuadra të mëdha për me bo këtë balet, se shumë I madh. Ideja unë e kom pas qef në 3 akte, është akti I parë uvertyra, që është fëmia Skënderbeu duke lujt me lozur me motrën e ato, nëna vetë me adagjo, baba me një obor taman aksion të stilit shqiptar, vinë turqit e morin fëmijët,
Kjo akti i parë dhe mbaron. Mandej është sultani, me 3 delegat, një të Vatikanit, një të Rusit edhe një të Austro-Hungarisë, të cilët janë të bisedu aty se ky e ka zgjedhë Skënderbeun, e ka zgjedhë për masi ka qenë i aftë. Akti i tretë o kthimi i Skënderbeut, në moshën e tij ai, domethënë nuk e ka ru vendlindjen, mirë po ka ardhur me gjuhë shqipe, me emën Aleksandër, mos harroni, turqit ja kanë dhënë Iskender, domethënë Aleksandër, Mandej ka ardhur me gjuhën italiane, me të gjitha gjuhët. Drejtori i baletit kombëtar, zoti Sinan Kajtazi, thot se projektet e Marcel Çollakut mbeten të gjalla për diskutim edhe sot. Kemi diskutuar në vazhdimsi për ide të ndryshme rreth realizimit. Mirë po me idetë të cilat Axha Marcel i ka shfaqur, do të thotë Karshimeje, me këto kushte të cilat jemi duke funksionu, është e pamundur të realizojmë për momentin. Edhe pse projekti nuk u realizua në Kosovë për shkak të mungesës së kuadrove dhe mbështetjes institucionale, vizioni i Marcelit mbetet një dëshmi e pasionit të tij për baletin dhe historinë kombëtare. Unë e besoj, nëse jo kur vdes, e merr dikush, nuk e kom botë të mshefur koreografi. Apo kuptoni? Unë tash për tash e kom një problem edhe të zonjës time, sepse prej kësaj aksidenti duhet më kujdesi për fëmijët. Mes kujtimeve personale dhe sfidave të institucionit, vizioni i Marcelit për baletin e Kosovës mbetet Çollaku ka qenë gjithmonë një artist pa tabu, që nuk ka pasur frikë të eksperimentojë. Marcel Çollaku nuk ishte vetëm një balerin profesionist. Ai ishte ura që lidhte artin, komunitetin shqiptar në Francë dhe vendlindjen e tij. Miqësitë e tij nuk shërbyen vetëm për artin, por edhe për kulturën dhe solidaritetin mes shqiptarëve. Izet Curri, stilist me famë botërore dhe rrëfen. Në Marcelin e kom njoftue me njëherë të kom shkue në Francë, dhe me kënë 72 në ta e kom takue të 1974. Kom dëgjue pas për ata shumë gjona, para se shku me njoftën, aja ka organizue spektakle, edhe këtë si fotograf, edhe prosimograf, për salat prestigiose në Paris, edhe unë të pajnë atë spektaklet atije si skenograf. Jam konë gjithmonë atë në relacion, si na kur e kemi bërë shëtratën atje në Paris, Kendra Kulturore Shqiptare, aja konë edhe atë më neve, janë konë disa artista që kanë autoritet në domenet ndryshme në Paris, e që ato njerëzit kanë ndihmue me mujtën me pas kontakt me njerëzit e politikës, të artit të Kosovës, Macedonisë edhe të Shqipërisë, i cili ja kemi krijuar mundësiat me ardhëm në Paris, me takue me deputet, me atë njerëzit politike qashtu kanë ardhëm Femia Gani, Ibrahim Rugova, edhe gjithmonë akon kemi prezent, se ai kanë mu edhe me kohë, edhe me kontakte, edhe materialisht kanë. A për mu Marceli, mëse ne e kom jokën shumë mirë, për mu unë nga një simbol i madhë, se është i pari baletan i Kosovës mashkull. Marceli ishte gjithashtu inspirim për të rinjtë dhe urlidhse midis Kosovës dhe Francës. Sërë që kishmina mbledhët të në qëqatat ati janë konën Recep Mitrovica, Ehat Musa, Valdet Hamidi, edhe kuru më mblesim për me lëthoj se Këshemelja po i ndihmojmë Kosovës, po kemi bërë gjana shumë interesante, në qofë se dëshmi një kontakt një kryetarit komunës Parisit me pasallën të lirë më mbledh, edhe automatikisht i thëshmi 2 persona, Recep Mitrovicën edhe Marcel. Kanë kalu koha të krejtës këtu edhe njerëzit për në harrojnë, se ai meriton shumë. Ky është Marcel Çollaku, një artist, një mik, një udhëheqës i komunitetit.
Vepra dhe miqësia e tij mbetën të paharrueshme. Ai kujton me nostalgji edhe eksperiencën e hershme në Prizren, ku baleti i parë shqiptar u prezantua para publikut. Baletin e parë në Kosovë e kom bo unë në Prizren. A e dini zoj që s'kom pas një publik shqiptare unë aty. Marcel Çollaku është i hapur për të ndihmuar vendin e tij. Për të, baleti nuk është thjesht art, por mision dhe trashëgimi. Pengu i tij i madh mbetet opera e Kosovës. Kur t'i shoh do gjëra që mund të përmisohen, më vrajnë kur e shoh që nuk po avancojnë. 25 vjet pa operë, pej zotin arë. Dhe më thënë, pengu juaj është opera dhe shkolla e mesme baletit e lidhur me shkollën e ulët, plus masi që fillojmë me bo solista e kësi, konservatori i lidhur me ta. Edhe nëse nuk na mungojnë për konservator, thirë janë nga unë e kom pas prej Rusis, profesorin e lojnave karaktere, që edhe nëse ka në specialist që është i aftë, duhet me thirë, jo prej të gjithit vend të ruzullit toksor. Pasioni dhe përkushtimi ti nuk kanë kufi. Për Marcelin çdo hap, çdo koreografi dhe çdo balerin i ri është pjesë e një trashëgimie që ai dëshiron ta lërë për Kosovën dhe kulturën shqiptare. Përmes kujtimeve të mëkeshës së tij të hershme, aktores së mirënjohur Kumrie Hoxha do ta njohim më mirë botën personale të Marcel Çollakut, një lidhje e nisur që në shkollën e baletit, e cila do të zgjas gjithë jetën, duke na treguar një dimension tjetër të artistit, atë të zemrës dhe bujarisë njerëzore. Marcelin e një prej moshës 14 vjeçare, do thotë, kemi qenë bashkë në shkollë baletit, po unë vitin e 2 e kam ndërprema dhe i kam vazhdu diçka tjetër, edhe jam kthy. Do me thonë, prej fillimit, kemi qenë shumë të afërt. Është dallu me edukat, me kulturë, me mirësjellje, që ashtu ka ditë me na ofru neve vajzave, jo veç neve, edhe djemve. Madje është një tip altruist, ka qef me ju ndihmu njerëzve. Çdo mënyrë, gjenë mënyrën ai pa të ndihmu nuk e lën. Në Francë ai nuk ishte vetëm mikpritës, por një guide pasionuar, rrëfen aktorja. Na shëtiti sa ka mujtë, si Marceli që është. Atëherë shku me ka shtëpi në Normandi, në Trovel, villën vërtet, edhe i kishte një shtëpi fenomenale, një bërë, së disa hektar me tonë, edhe oqeani shife janë. Po ta është e mira është që Marceli të gjitha i bëjke vetë. Asë në like mi ndimu, krejt vetë. Gjdo mëngjes dhe i përgatit ke kafet, dhe ke loqka e një qupri gjumë. Diçka fenomenale. Gruja vetë ishë me këprit se po franqezve tash nuk ranjeke, 4 femna pishkojmë aden, tash po diçka, dhe isa u bëndë që me të vërtet shoqet klasës. Qëndrimi me Marcelin në Francë ishte feste përditshme, udhëtime, takime me miq, ekskursione në muze dhe qytete të ndryshme, kujton sot zonja Kumrie. Beso, qëfar pritje, 45 ditë kemi nejtë, nuk kalon vend në veri të Francës që s'na ka shëtit. Gjithka, dhe isa shku në një qytet muze San Michel. Ajo ishtë diçka fantastike. Kështu, përmes kujtimeve të zonjës Kumrie, shohim jo vetëm një artist të Zotin, por edhe një njeri të jashtëzakonshëm, i hapur, mikpritës dhe bujar, një shembull i rrallë i lidhjeve që zgjasin me dekada, duke sfiduar kohën dhe distancën. Çdo gjurmë e Marcelit në artin e tij rrjedh nga kjo trashëgimi e fortë familjare. Ai është i lidhur me vendlindjen dhe historinë e saj, duke ruajtur kujtime dhe tradita që shpesh nuk janë regjistruar askund tjetër. Marceli është një burim, po më pëlqen që po ma shkon mallin e Prizrenit,
që gjitha gjonat i qetë kur vjen vjetori i nanës, i babës, i atyne, i qetë gjitha, kuna i tregon krejt ato që na si kime regjistruar, fotografu kur. Marcel Çollaku është shqiptar i mirë. Ndoqi ëndrrën e vet dhe e realizoi atë. U qëndroi pranë jo vetëm miqve mikeshave, por edhe të gjithë atyre që kishin nevojë për të. Ka specializuar çdo segment të baletit, që nga skenografia, dritat, kostumografia, koreografia dhe natyrisht, lojën që e ka specialitet mbi specialitetet. Ai flet 8 gjuhë. Trashëgimia e tij nuk është vetëm në performancat dhe koreografitë e baletit modern, por edhe në marrëdhëniet që ndërtoi, dashurinë për artin dhe njerëzit, dhe shembullin që ofroi për gjeneratat e reja. Ai na mëson se arti i vërtet është ai që prek zemrat, hap mendjet dhe lë gjurmë të pashlyeshme në kohë. Në këtë rrëfim, dëgjuam edhe ata që e kanë njohur nga afër, miq, koleg, familjar, dhe përmes fjalëve të tyre plotësuam mozaikun e portretit të tij. Të dashur miq, udhëtimi ynë përmes jetës dhe artit të Marcel Çollakut tregon më shumë se historinë e një balerini, koreografi dhe artisti. Ai është simbol i pasionit, përkushtimit dhe bamirësisë. Një njeri që jo vetëm krijoi art, por edhe ndikoi jetën e të tjerëve me zemër të hapur.